rajonale Lulzim Veliu. Mirëmbrëma, faleminderit që u bashkuat bisedës. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe nisim me këtë zhvillim që sigurisht është një proces si kundër e tharshi paraprin pikërisht konstituimit të kuvendit, por ajo se çfarë është parë edhe nga qëndrimi i disa deputetëve të lëvizjes vetëvendosje edhe në media, duket se janë ende të bindur se i kanë numrat për ta formuar qeverinë. Si e keni parë në të gjithë, le të themi, debatin që është bërë se me kë do të formoj qeverinë e re zoti Kurti, apo do ta formoj, duke ju referuar edhe bisedimeve apo negociatave me disa parti opozitare? Po patjetër, kemi dëgjuar pra se lëvizja vetëvendosje tani më flet më bindshëm se ka siguruar numrat dhe në datën e 15 prillit, kur është dita e përcaktuar për mbajtjen e takimit apo takimin hapjen e parlamentit të Kosovës, pritet të krijohet edhe qeveria e Kosovës sipas të gjitha të dhënave të deri tanishme. Se si do të jetë kjo është ende e paqartë, pasi që për një koalicion deri më tani nuk është folur, nuk është thënë, nuk kemi ndonjë diskutim që na ka shtyr drejt kësaj ta shohim dhe të diskutohet më tepër, mirë po sipas të gjitha parashikimeve, sipas të gjitha të dhënave, sipas asaj që po flitet më tepër, bëhet fjalë për nismën social-demokratike e cila ka 3 mandate në Kuvendin e Kosovës dhe si e tillë në bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje e cila ka siguruar 48 mandate, janë 51, kësaj pjesë pastaj do të shtohen edhe deputetët e minorancës jo serbe propër, pakicat kombëtare jo serbe. Dhe si e tillë po dalim te numri 61. Mirë po, diçka më tepër nuk kemi deri në këto momente. Pra pas një refuzimi që morën nga Lidhja Demokratike, unë kam pritur shumë që një ftesë nga lëvizja vetëvendosje do të shkojë edhe drejt Partisë Demokratike, mirë po me sa duket një gjë të tillë nuk e kanë bërë, arsyet i dinë ata dhe mbetet të shohim ditën e martë, pra ditën e konstituimit të parlamentit, se a do të ketë edhe numrat për të krijuar qeverinë. Mirë po, një qeveri e tillë, e cila do të ketë 61 vota në parlament, për mendimin tim është gjë shumë jo produktive, jo shumë e mirë dhe nuk do të kemi rezultate, do të jetë një qeveri që ndoshta për një periudhë shumë të shkurtër do të detyroj që të shkojë drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Një pengesë për 2 numra, nëse flasim në gjuhën e shifrave të paktën për aq sa i duhet lëvizjes vetëvendosje, ju e analizuat më së miri se sa i ka deri më tani deputetët apo çfarë është biseduar, pra mjaftojnë 2 deputet për ta formuar qeverinë dhe një gjë e tillë nga se mund vinë ndryshe nëse nuk e kemi këtë bisedim me PDK. Ne pam që nga LDK-ja pati një jo në negociata në cilën u pa nga lëvizja vetëvendosje të ofrohej për bisedime në këtë rast. Po, është mëse e vërtet që Lidhja Demokratike ishte e këmbulse në qëndrimin e tyre për të mos bërë një koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe ajo mbeti si e tillë dhe mirë po megjithatë unë kam shpresuar që lëvizja vetëvendosje do t'i drejtohet edhe Partisë Demokratike dhe do t'aftojë atë për një koalicion, pasi Kosova ka nevojë për një qeveri të fuqishme, për një qeveri e cila do të jetë e aftë të merr vendime, mirë po edhe për një qeveri e cila pas një viti në kohën kur në Kosovë do të kemi zgjedhjen e presidentit të mos ngecim aty për të shkuar drejt zgjedhjeve. Pra ne kemi nevojë për një qeveri të fuqishme, sidomos në këtë periudhë, në këto momente kur gjithë po e shohim se si është situata geopolitika në këtë moment. Pra kemi trazira, kemi nga të 4 anë duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhduar deri në Kinë dhe gjëja më e mirë që mund të ndodhte për Kosovën do të ishte një koalicion apo një bashkëqeverisje
tri forca kryesore të cilat do të kishin mundësi, jo vetëm të zgjedhin presidentin, por do të kishin mundësi të merrnin edhe vendime të rëndësishme që do të ishin për Kosovën e të ardhmen e ndoshta edhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare, pra marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila besoj se nuk do të na ikën kësaj radhe dhe nuk do të kemi mundësi të ikim kësaj radhe apo të neglizhojmë të shtyjmë në pafundësi në qoftë se kësaj puni do t'i futet administrata e presidentit Trump. Çfarë pengon një negociat me PDK-n në këtë rast? Janë qëndrime kundrejt opozitës ne e kemi parë nga lëvizja vetëvendosje që duket se nuk u mbajt ashtu si kundër u tha në gjuhën që zoti Kurti përdori kundrejt tyre ditën e zgjedhjeve, por me PDK-n janë bindje të ndryshe, individuale ndoshta? Është mëse e vërtet se lëvizja vetëvendosje ka pas një gjuhë tepër të ashpër kundrejt opozitës dhe kundrejt subjekteve politike dhe ka qenë dhe bindur se në këtë zgjedhje do dale para dhe do të ketë mundësinë si e krijoi qeverinë para 4 vitesh, pra mirë po ja që elektorati kosovar kësaj radhe vendosi që ta denoj lëvizjen vetëvendosje. Edhe pse lëvizja vetëvendosje është forca e parë politike, asaj e bëri me dije si ju do të ngellni të parët, por nuk do të keni mundësi të krijoni qeverinë e vetme. Pastaj në një farë mënyrë ka goditur edhe opozitën, e cila për 4 vite të qeverisjes së zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, ata për në asnjë moment nuk ishin të gatshëm për të bërë reforma të duhur dhe për të treguar elektoratit kosovar se nuk janë më ajo forcë politike në emër të së cilës është thirrur për korrupsion, për krim të organizuar e gjëra të tilla. Pra nuk e bën një ndarje nga e kaluara e tyre dhe në fakt opozita bën ndryshime në emra, mirë po nuk u bë një reformë e mirë fillt çfarë do t'ju jepte rezultate e ndoshta do t'i bënte edhe më të fuqishme në këto pas këtyre zgjedhjeve, ndoshta do të ishte mundësia që edhe të merrnin pushtetin të gjitha së bashku. Dhe në një farë mënyre elektorati kosovar e bëri atë punën e tyre si është më së miri përkundrejt asaj çfarë kanë bërë subjektet politike në 4 vitet e kaluara. Pra, ndërsa sa i përket pjesës me PDK-n, mendoj që përveç atyre inateve të ngushta personale mes tyre ka bërë edhe gjuha e ashpër e kryeministrit, shprehjet e tjera e tij që ishin të papranueshme, sidomos në ditën e fundit, pra në ditën e votimit kur dolen për të festuar në qytet. Ja që erdhi momenti që po kemi nevojë edhe për opozitën. Eksaktësisht, pra një gjuhë e tillë ju drejtua opozitës, jo vetëm PDK-s, edhe LDK-s për këtë të fundit pat ftesë për negociata, gjë që duket se ka një lloj ndasie tjetër që vjen me PDK-n, apo jo? Me sa shihet po, gjatë periudhës së verës që lam pas pra, ende para mbajtjes së zgjedhjeve, është parë një përafrim i lëvizjes vetëvendosje me Partinë Demokratike dhe të gjithë sikur kemi qenë të bindur se pas tyre zgjedhjeve do të kemi një koalicion në mes të tyre 2 forcave politike. Mirë po, sikur ndryshoi diçka dhe unë jam mëse i bindur se në këtë largim, sidomos të Partisë Demokratike, e cila në asnjë mënyrë nuk e pranon që kryeministër të jetë zoti Kurti, shihet që ka ndikuar sidomos marrëdhëniet jo të mira të kësaj qeverie me faktorin ndërkombëtar, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me sa duket ata i ka shtyr që të mos jenë shumë të gatshëm për një bashkëpunim si Partinë Demokratike ashtu dhe Lidhjen Demokratike. Unë jam shumë mëse i sigurt që sikur një marrëdhënie e tillë të mos ekzistonte, pra të ishin të gjitha në një linjë çfarë kanë qenë më herët. Marrëdhënia e zotit Kurti apo e qeverisë Kosovës me faktorin ndërkombëtar, unë mendoj se do të kishim një garë në mes të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike e cila do të jetë e para nga ato për të futur në koalicion. Mirë po ja që kanë ndodhur disa gjëra të vogla që ndoshta e kanë bërë që zoti Kurti të bëj një koalicion, të ka shumë mundësi që ketë të shkuar edhe ndonjë deputet nga
LDK-ja apo edhe PDK-ja për të votuar qeverinë, mirë po kjo qeveri Prandaj mendoni se është dhe kjo bindja që i kemi numrat e plot si kundër është deklaruar sot? Po, ata janë deklaruar, një deklarat e tillë nuk bëhet pa bazuar në ndonjë fakt. Dhe këto i mund të jenë disa nga faktet të cilat e mundësojnë lëvizjes vetëvendosje për të qenë kaq e bindur se ata do të kenë numrat dhe ditën e martë do ta votojnë kryeparlamentarin që sipas të gjitha gjasave dhe sipas të gjitha asaj çfarë flitet në Kosovë, kryetari i parlamentit të Kosovës do të jetë kryetari i Nismës Socialdemokratike, zoti Fatmir Limaj. Në këndvështrimin tuaj, cili është pozicionimi më i mirë për këtë qeveri? Flas me kë duhet jetë ky koalicion dhe pa pasur parasysh ndoshta ndesit politike që kanë, por për atë se çfarë e pret Kosovën dhe qeverinë e Kosovës në 4 vitet e ardhshme. Po pikërisht për atë se çfarë do ta pret Kosovën në 4 vitet e ardhshme, sidomos kur bëhet fjalë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi presidentin Trump, unë mendoj se zgjedhja më e mirë për Kosovën do të ishte një qeverisje gjithëpërfshirëse. Do të thonë do të ishte një qeveri e madhe që do bëhej nga 3 forcat kryesore në mënyrë që të gjitha vendimet që do merren do të jetë shumë e lehtë për të bërë. Duke filluar nga presidenti për të vazhduar me bisedimet e ndoshta edhe arritjen e marrëveshjes përfundimtare edhe me Serbinë. Pra unë mendoj se pritet dhe do të ketë edhe vendime që do të jenë të dhimbshme, dhe mirë po do të jenë të detyruar për t'i marrur. Një parti e vetëm, një subjekt e vetëm e ka shumë të vështirë për gjëra të tilla dhe vendime të tilla dhe pritet shumë shpejt, pra nëse nuk do të ketë një marrëveshje më të gjerë, një qeveri me 61 vota apo me 62 eventualisht 63 do të jetë qeveri e cila brenda një viti do të na çojë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. A mendoni se është kjo që duhet apo duan nga lëvizja vetëvendosje? Po, ka shumë mundësi, pasi para 5 vitesh lëvizja vetëvendosje ishte në bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në momentin që Lidhja Demokratike vendosi të dalë nga koalicioni, ata u fuqizuan shumë dhe ka mundësi që i kanë përllogaritur që pas një viti mund të dalin më të fuqishëm me prishjen e koalicionit apo me rrëzimin e qeverisë, nuk po themi prishjen e koalicionit, po themi rrëzimin e qeverisë, pasi këtu nuk do të thotë që rënja e qeverisë vetëm prishja e koalicionit, këtu nëse vetëm një deputet i vetëm do të jetë në gjendje jo të mirë shëndetësore ose do të ketë udhëtime zyrtare, nuk do të kenë mundësi të marrin asnjë vendim, pasi për çdo vendim në Parlamentin e Kosovës duhen 61 vota dhe si e tillë do të jetë një kuvend i cili nuk do të arrijë të marrë asnjë vendim, ndoshta as edhe një diç për ta miratuar. Pra një lloj risjellje të skenarit, po thonim, si kundër hera e parë? Është shumë e mundshme që ka skenare të tilla që i kanë menduar kryesia apo anëtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe kanë shkuar drejt krijimit të një qeverie jo të fuqishme apo një qeverie të numrave të vegjël. Në fakt, në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian sot është miratuar draft raporti për progresin e Kosovës drejt BE-s gjatë viteve 2023-2024, duke vënë pas se vendi ka bërë përparimet dukshme në reformat zgjedhore, stabilitetin ekonomik dhe mbrojtjen e drejtave themelore. Megjithatë, nga ana tjetër, eurodeputetët e Komisionit për Punë të Jashtme kanë cekur dhe sfidat që mbeten në reformën e gjyqësorit, lirinë e mediave dhe të tjerë. Pra do tjetë një paket që ka të bëj pikërisht me detyrat e Kosovës në vijim, si kundër dhe ajo për dialogun është prekur në vizitën e saj nga Kaja Kallas në Shqipëri, një vizit në rajon, besoj e keni ndjekur këtë zhvillim. Si e keni parë duke mos qenë as në Kosovë dhe në Serbi në këtë rast? Po, ajo jo vetëm që nuk ishte në Kosovë dhe Serbi, por ishte edhe shumë e qartë se
nuk do të ketë vazhdimësi, nuk do të vazhdojmë në mënyrën çfarë ka qenë deri më tani dhe do të detyrohen të dy palët që të bëjnë reforma dhe jo vetëm të bëjnë reforma, po do të jenë të obliguar që të marrëveshjet e bëra për t'i realizuar. Unë mendoj shumë që me ardhjen e përfaqësuesit të ri që do të udhëheqë bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë, duhet këtë përparim, pasi kemi të bëjmë me një njeri që është një hësimir e rajonit, është njeri që ka punuar për një periudhë të gjatë kohore në Kosovë, pastaj në Bosnjë dhe Serbi, dhe e njeh realitetin në tërësi, pastaj shtytja që do të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i detyrojë të dyja vendet që të paktën të realizojnë marrëveshjen e Brukselit, e cila është bërë në vitin e kaluar, pra marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, apo si njihet marrëveshja franko-gjermane. Dhe unë mendoj që kjo gjë do të ishte shumë e mirë edhe për Kosovën, por edhe për Serbinë, pasi do të hapte perspektivat e të dyja vendeve drejt integrime, por edhe të zhvillimit ekonomik, se unë jam mësej sigur se asnjë investitor i huaj serioz nuk është interesuar të investojnë në vendet ku nuk ka stabilitet, në vendet ku nuk ka siguri, dhe mendoj që një gjë e tillë duhet të ndodhë, do të ndodhë patjetër gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij mandati 4 vjeçar. Dhe kjo është arsyeja që unë shkoj nga ajo gjithmonë se duhet që Kosova të ketë një qeveri të fuqishme. Ne nuk duhet të harrojmë, Kosova është në sanksione, po bëhen tani 2 vite, sanksionet u vendosen shumë lehtë, mirë po do të jetë shumë vështirë për të hekur, pasi një drejtë të vetës në këto për këto sanksione kanë edhe 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe unë jam i sigurt se ato në çdo rast do të kundërshtojnë dhe nuk do ta votojnë heqjen e tyre. Pra janë shumë gjëra për të bërë pas gjithë kësaj periudhe të gjatë kohore që bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë sikur kanë ngecur në vend dhe nuk kemi avancim të tyre, edhe pse në fakt e kemi një marrëveshje të dakorduar nga të dyja palët apo të pranuar nga të dyja palët, por që po ka mbetur në sirtar dhe nuk po gjen zbatim. Qartë, Zoj Veli, unë ju falenderoj shumë që ju bashkuat bisedës, si gjithmonë është kënaqësi të kemi në hapësirën për shqiptarët. Faleminderit, kënaqësia është ime. Natën e mirë. Mirë, ndalemi në tjera lajmet ditës së sotme.